Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vazhdojmë me pjesën e dytë të shenjave të kiametit nga libri Të ecësh mbi gjurmët profetike. Dhe kemi arritur ke hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yumtara an-nasa mataran la tukinnu minhu buyutu al-madari wa la tukinnu minhu illa buyutu ash-sha'ri. Pra, në dërguari Zotit alayhi salatu wassalam, që nuk do të vitë kiameti derisa të bjerë shiu i shumt i madh, dhe ka përdorur në mënyrë alegorike figurative pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tukinnu minhu buyutul madari, pra do të ketë shumë shi dhe nuk do të ketë bereqet toka, wala tukinnu minhu buyutu shari, dhe nuk do të mbi toka. Në shpjegimin e këtij hadithi disa kanë thënë që njerëzit do të bjerë shi dhe nuk do të kenë durim. Nuk do të kemë pra durim në rënjën e shiut dhe nuk do të ndjejmë bereqetin e shiut pra dhe mirësinë e tij, sepse toka do ta mbaj ujin dhe nuk do të jetë pjellore, ose disa të tjerë thonë që toka nuk do ta mbaj ujin dhe nuk do të jetë pjellore. Në hadithin tjetër të Abdullah bin Amrit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatu khazaratun manzumatun fi silk. Pra, shenjat e mëdha që të ndodhin janë si puna e zinxhirit të lidhura njëra mas tjetrës. Fa idha yuqta silku, nëse kputet ky silk, ose domethënë ky litar ose ky zinxhir, yatbu ba'du ba'dan, ato do të ndjekin, do të pasojnë njëra tjetrën. Pra, do të pas nëse del e para, fillon e dyta, e treta, e katërta kështu me radhë, do të pasojnë pra njëra tjetrën, edhe pse ky rrugë transmetimi pra rrugë transmetimi e dobët. Në hadithin tjetër të Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu, qala la taqumu as-sa'atu hatta tatanafasu. La taqumu as-sa'atu, nuk do të ndodhi kiameti hatta tatafasadu fi at-tariqi tafasut al-hamir. Qultu inna dhaka lakain, qala na'am. Pra, po ashtu në hadithin Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatasafadu fi at-tariqi tasafud al-hamir. Pra, tasafud al-hamir. Qultu idhan dhalika ka'inun ya Rasulullah, qala na'am la yakunan. Pra, Abdullah ibn Amri e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë nuk do të vitë kiameti derisa njerëzit kryejnë marrëdhënie intime, ashtu siç bën gomarin rrugë, do të për njëri tjetrin nga mbrapa, i thanë ja Rasulullah i habitur, do të ndodhi një gjë e tillë? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po do të ndodhi një gjë e tillë. Dhe në shumë vende të botës njerëzit ku prishet shoqëria dhe morali dhe etika, do të shohësh njerëz të vendit botës që kryejnë marrëdhënie intime përpara njerëzve në rrugë, në përvende pushimi e kështu me radhë, ku pushojnë njerëzit, dhe kjo me keqardhje ka ndodhur dhe po ndodh. Në hadithin e Kharija bin Saltin al-Burjami radhiyallahu anhu, thot qal dakhaltu man Abdullah ibn al-Masajid, kam hyrë me shokun tim Abdullah thot xhamitët, fa idha al-qawmu ruku'un fa raka'a, dhe i pash pra ata besimtarë që po faleshin ruku, pra fa marra rajulun fa sallama alayhi, dhe kalon dikush dhe jep selam, thot fa qala Abdullah, dhe thot Abdullah radhiyallahu anhu, sadaqa Allahu wa rasuluhu, vërtetën e ka thënë Zoti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thumma wasala ila as-saffi, dhe pas arriti në safin, pra aty ku po faleshin dhe po bënin disa besimtarë ruku, falamma faraga sa'altuhu an qawli, dhe pasi mbaroi namazin e pyeta cili është shkaku që the të vërtetën ka thënë Allahu dhe dërguari i tij. Faqala innahu kana yaqul, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte, la taqumu as-sa'atu hatta tuttakhadha masajidu turuqan, nuk do të vi kiameti derisa xhamit merren si rrugë kalimi, pra kalojnë njerëzit, hyjnë dalin nëpër xhami dhe nuk japin rëndësi namazit dhe edukatës dhe etikës në xhami. Wa hatta yusallima ar-rajulu ala ar-rajuli bil ma'rifa, derisa muslimani thot jep selam vetëm atij që e njeh. Pra nuk i jep selam të gjithë muslimanëve që ndodhen atje, selamu aleikum wa rahmatullah, po jep selam vetëm atij që e njeh. Wa hatta tattajira al-mar'atu wa zawjuha, dhe derisa burri dhe gruaja bëjnë tregti bashkë me njëri tjetrin, pra dalin burri dhe gruaja dalin bashkë dhe bëjnë tregti me njëri tjetrin rrugë. Wa hatta taghlu al-khaylu wan-nisa'u, derisa të rritet çmimi i kalit dhe grave, pra gra do të shpenzojnë, do të shpërdorojnë pasurinë. Thumma tarkhusu fala, pasaj do të bjeri pra dhe do të bjeri çmimi i tyre. Thumma tarkhusu fala taghlu ila yawm al-qiyamah, dhe pastaj thot
nuk do të bëhet vetë e shtrenjtë vetëm se në ditën e Kiametit. Dhe ky është Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, pra, siç thot Imam Dhahabiu dhe sakson këtë hadith. Ashtu siç kanë ardhur dhe hadithe të tjera të ngjashme me të. Pra këto ishin disa shenja nga shenjat e Kiametit që na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ku neve si besimtarë duhet i besojmë dhe i pranojmë ato. Dhe që të na shtohet më shumë imani në bindjen tonë fetare që çka ka thënë i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam është vërtet, dhe pothuajse shumicës këtyre shenjave ka ndodhur dhe i përjetojmë çdo ditë në shtëpitë tona, në familjet tona, në vendet tona, në vende të ndryshme të botës. Pra çka të thotë që dita e Kiametit është afër, Zoti na ruaj. Prandaj lutim Allahun azza wa jall që të na bëjë të qëndrueshëm fenë e tij, na ruaj nga fitnet, nga sprovat që duken dhe nuk duken, dhe të na ruaj akiden dhe besimin ton dhe fen ton deri në ditën që t'i adorojmë shpirtin Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.